themi për të rishur vëmendjen apo për të fituar edhe më shumë kohë në atë shtëpi? Patjetër, kjo është e padiskutueshme që e them se këta kanë dalur nga vetvetja, kanë dalur nga maturia vetvetes vetëm për disa ditë qëndrimi aty në atë format. Madje kanë dalur edhe nga ana, kanë bërë dhe lojra psikologjike të rënduara ndaj kundrejt njëri tjetrit për të qëndruar aty, kanë bërë veprime të pahishme për të qëndruar aty. Kanë bërë dhe kanë përdorur edhe gjuhën e fjalorit të jo të pastër dhe jo të pasur për ta dëgjuar neve vetëm për të qëndruar aty. Dhe të gjitha gjërat që i bëjnë këta i bëjnë për të nejtë një ditë më shumë në atë format. Ose pse jo për të arritur dhe finalen, ata sepse për atë punë kanë hyrë, ose pse edhe për mos ta fituar, se cili do ta fitoje. Dhe me të vërtet këta arrin dhe dalin nga vetvetja sepse unë nuk mendoj se janë, unë them gjithmonë se janë 50 me 50. Janë aty që janë vetvetja, sepse 50-a tjetër është që është e shtirshme, nuk është se është vetvetja, por dalin nga vetvetja për të qëndruar aty. Kjo është e gjitha loja atyre e këtyre banorëve për të arritur se sa kush po rrin më gjatë në këtë format. Si e ke parë dhe reagimin e banorëve Manjola mbas këtij incidenti që ndodhi, a ka ndonjë ndarje mes tyre pra në mbështetje të njërës palë apo tjetrës? Tani nuk do të ketë ndarje fare, tani do të ketë një përçarje mes tyre, nuk do të ketë mbështetje për ta, sepse të gjithë tani po luftojnë se gjithë secili për vetveten e tyre. Nëse dikur kishte pak grupime, ato grupime që u formuan, tani dhe ato grupime nuk do t'i shikoj më. Sepse të gjithë po dalin se kush është më i forti në dinamikat e lojës, kush është më i forti në mënyrën e të folurit, në mënyrën e të shprehurit, në mënyrën e komunikimit, në mënyrën e veprimit, sepse dikush ka komunikimin, dikush i ka veprimet më të lezetshme, më të hishme. Dhe këta e gjitha kjo bëhet për këtë lloj mënyre, për të qëndruar, për të dukur më i fort në formatin nga ana e mënyrës lojës, nga ana e mënyrës anës psikologjike, pse jo, mos ta themi edhe këtë sepse është kryesorja kjo, dhe nga ana e mënyrës veprimore, por përsëri këto janë tani e them se do të dalin nga vetja, kanë dalur që kur kanë hyrë në fillim, kanë filluar duke dalur nga vetja, por tani po agravon situata daljes nga vetja edhe më shumë. Ka arritur në atë pikë sa edhe ata me veten e tyre thonë këtu nuk mban më. Dhe këta ditë që kanë mbetur si do t'i realizojnë, si do t'i arrijnë, si do t'i shtjellojnë për të bërë këtë lloj loje, këtë lloj dinamike për ta zhvilluar. Qartë, Manjola, ndërkaq kemi pasur edhe një takim emocionues për atë gjestit me prindrit e tij, si e ke parë? Më ka mallëngjyrë, të them të drejtën, sepse kishte ditë qëndrimi në dy formate gjesti, më ka mallëngjyrë, prind shumë të edukuar, një familje shumë e edukuar, pavarësisht se gjesti ka folur dhe për rrëfimin e jetës së tij, por përsëri unë them një bravo për të, sepse një njeri nuk mund të themi se askush nuk është, të gjithë jemi gabimçar. Mjafton reflektimi, të ketë reflektim njeriu nga ana pozitive. Dhe gjesti unë them këtu se duket se ka dalë nga një familje shumë e mirë dhe me do mos do që do të arrijë të reflektojë në mënyrën pozitive për jetën e tij dhe pse jo për jetën e prindërve të tij, sepse të gjithë prindrit dëshirojnë që të shikojnë sa më të mirën edhe më të mirën për fëmijën e tyre. Dhe më kanë ngjall shumë emocione. Një dashuri që nuk përshkruhet sidomos mes prindërve, një dashuri që të lën pa fjalë fare. Flasin thjesht flasin vepra. Pse nuk pati Manjola një takim mes tyre edhe mes Eglit? Nuk kishte e nevojshme fare, sidomos pas hyrjes së dytë Egli, se si po qëndron Egli, se si po loz Egli, se çfarë lloj dinamike Egli e ka përdorur me hyrjen e dytë. Ajo thot kam krijuar barriera për të mbrojtur vetveten e saj, por unë kam thënë dhe më herët, Egli nuk është se ka qenë shumë e dashuruar, thjesht ka qenë e fiksuar pas gjestit. Edhe pse ajo këtë lloj fiksimi, unë them përsëri nuk e ka hequr, sepse ndoshta varet don ta arrijë atë të veten që unë duhet ta kem këtë djalë, ose tani edhe nuk don ta ketë fare. Dashuri herë kam